Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur një përshkrim të bukur, si çdoja në fakt unë të përshkruaj rrugtimin e Gjestit, një ëndër të cilën ai e kishte goxha të madhe dhe nuk e la kur në mes për të arritur qëllimet e tij dhe me besimin në Zot, me besimin në vete, Gjesti ja arriti qëllimin që të jetë triumfues dhe fitues i Big Brother VIP Albania 4, një format që rrënjësisht po ja ndryshon jetën Gjestit. Ka njerëz që lindin me ëndra të mëdha, por që rruga drejt realizimit të tyre është e gjatë, e vështirë dhe shpesh e mbushur me pengesa. Ka të rinj që vinë nga vende të vogla, me shpresë të madhe, por me frikën se askush nuk do t'i dëgjoj. Dhe ka djemë si Gjesti, që i besojnë zemrës, karakterit dhe pastërtisë së shpirtit të tyre, dhe në fund arrin të prekin yjet. Askush nuk e kishte menduar, madje as vet ai, një djalë i thjesht nga Kosova që dikur u ndronte të bënte diçka ndryshe. Të ishte i dëgjuar, i kuptuar dhe i vlerësuar, por kjo ëndër për një kohë të gjatë mbeti pezull, e pa realizuar. Ai nuk pati shumë mundësi, nuk kishte rrugë të hapura për të. Në vendin ku ai jetonte, ndoshta mungonin dritaret për të treguar talentin dhe shpirtin e tij. Dhe megjithatë, ai asnjëherë nuk hoqi dorë nga ëndra që kishte. Por në jetë gjithmonë ndodhen mrekullia. Kur u hapën dyert e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti hyri pa pritur shumë, pa zhurmë, pa pretendime të mëdha, por me një zemër që rihte fort edhe një shpresë të vogël, por të gjallë. Ai nuk u përpoq të bëhej i famshëm me skandale, me zë të lartë apo me strategji të ndërtuara. Ai thjesht ishte vetja. E kaloi shtëpinë me shumë përballje, dyshime, tensione, momente të forta dhe sfida të shumta. Por gjithmonë qëndroi i qetë, i pastër edhe i sinqert. Ai nuk kishte nevojë të bënte shumë zhurmë, sepse zemra e tij fliste më shumë se fjalët, dhe publiku, ai gjykuesi më i drejtë, e ndjeu këtë. Ditë pas dite, javë pas jave, Gjesti u bë personazhi që të gjithë donin ta shikonin, ta dëgjonin dhe ta mbështesnin. Dhe nata finale, nata më e bukur e këtij udhtimi 100 ditor, ishte nata e tij. Në një studio që vezullonte nga dritat, nga emocionet dhe nga të qeshurat e banorëve, Gjesti u shpall fituesi më i madh i Big Brother VIP Albania, duke fituar edhe çmimin simbolik prej 100.000 eurosh. Por mbi të gjitha, ai fitoi zemrat e mirave shqiptarëve kudo nëpër botë. Kur emri i tij u dëgjua si fitues, gjithçka ndaloi për një moment. Studioja shpërtheu nga duart rokitjet, publiku u ngrit në këmbë dhe Gjesti u përkul i pushtuar nga emocioni. Ai nuk e besonte. Syt ju mbushën me lot gëzimi, lot shprese, lot për një jetë të tërë që kishte pritur këtë moment. Dhe në atë çast, nëna dhe babai i tij, të ardhur posaçërisht nga Kosova, nuk mundën të përmbanin emocionin. Ata qanin pandalur. Ishte një nga momentet që nuk përshkruen me fjalë. Ishte krenaria e një nëne dhe një babai për djalin e tyre, që më në fund kishte marrë atë që meritonte. Ata ishin aty të përqafuar, të dridhur nga ndjenjat, teksa shikonin të birin duke mbajtur trofeun në dorë. Nëna e Gjestit e mori në krah si fëmijë, siç ndoshta e kishte marrë dikur në gjumë, kur ai ishte ende një voglush me ëndra të mëdha. Tani, ajo ëndër nuk ishte më vetëm e tij, ishte e gjithë familjes, ishte një përqafim që i përfshinte të gjithë, prindërit, motrën, vëllain, miqtën dhe të gjitha ata që e donin pa kushte. Mbrëmja vazhdoi me një festë të jashtëzakonshme në ambientet e Top Channel,
ku Top Channel kishte përgatitur posaçërisht për këtë natë, ku ish banorët ashtu si dhe publiku festuan së bashku me Gjestin. Nuk pati asnjë shenjë xhelozie, asnjë kundërshtim. Fitoria e tij ishte e pastër dhe e pranuar nga të gjithë. Ai ishte një model i përullësisë dhe i dashurisë së sinqertë. Në rrjetet sociale nuk munguan urimet, videot, përqafimet, fotot e çastit. Shumë nga ndjekësit shprehën se fitoria e Gjestit ishte fitore e shpirtit mbi intrigën, fitore e thjeshtësisë ndaj arrogancës, fitore e popullit ndaj manipulimit. Sot në Kosovë dhe Shqipëri flitet për Gjestin, me dashuri dhe me krenari. Ai nuk është më thjesht një fitues i spektaklit, ai është frymëzim për të gjithë ata që besojnë në veten e tyre, edhe kur bota u kthe në shpinën. Gjesti na mësoi një gjë të thjeshtë, nuk ke nevojë të bërtasësh për të dëgjuar, mjafton të jesh i vërtet. Në fakt, nga Gjesti, sepse sot doja ta nis këtë ditë komentimesh për të sjellur lajmet më të fundit tek ju, nga Gjesti mësuam se jo gjithmonë të ngrejmë zërin, jo gjithmonë të bërtasim, ne mund të fitojmë atë që duam, por ne mund të fitojmë atë që duam edhe duke qenë të vërtet, edhe duke qenë të sinqert dhe duke qenë koherent me atë që ne themi që në ditën e parë. Dhe realisht Gjesti këtë bëri. Po të ndjekim detajisht lojën e tij, që nga Big Brother Kosova deri në Big Brother Shqipërinë, Gjesti tregoi një djalë magjik, tregoi një djalë të vërtet, tregoi një djalë të mrekullueshëm, një djalë i cili dha gjithçka për të realizuar ëndrrën e tij, por në formën më të mirë. Lotët e Zoti Jetonit dhe zonjës Sebahat, por dhe ai momenti kur motra e tij Blerina vrapon në skenë për të puthur të vllaun dhe sa krenar që ato ndjehen me Gjestin, kjo të bën të kuptosh se sa bukur është kur ne shqiptarët duartrokasim një ëndër të madhe dhe kjo ëndra e madhe më në fund përqafohet dhe ky është triumfi më i bukur. Nuk janë në pyetje lekë, se sa lekë Gjesti do të merr, sepse tani Gjesti ka hapur rrugën e tij më të suksesit, por në pyetje janë dashuria e madhe që Gjesti transmetoi tek publiku dhe automatikisht mori në veten e tij. Unë i uroj Gjestit të gjitha të mirat, sot do të sjell të gjitha lajmet më të fundit çfarë ka ndodhur në brëm, gjatë festës të madhe që Top Channel kishte përgatitur, por realisht dua të falenderoj dhe Top Channelin që e studioi shumë shpejt këtë djalë, e mori dhe në fund të ditës ja rregulloi jetën. Gjesti tashmë është 24 vjeç, me shumë ëndra, me shumë vizione, me shumë art në vete, por me shumë surpriza të bukura që jam shumë i bindur që do të na i sjellën dita ditës në Instagramin e tij dhe në për të gjitha rrjetet ku Gjesti do të promovoj veten.